Veprimtari i njohur i çështjes kombëtare Bardhyl Mahmuti ka folur për 4 ish krerët e UÇK-s: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, të cilët janë në qendrën e paraburgimit në Hag, tashmë prej gati 5 vitesh. Mahmuti në emisionin Frontal tha se e di shumë mirë se çdo të thotë të jesh i mbyllur, pasi thotë se edhe vetë ka qenë një ish i burgosur politik. Ai tha se për të është shumë e rëndë të shohësh ish krerët e UÇK-s prapa grilave, e që për të kjo është padrejtësi shumë e madhe. Tutje Mahmuti thotë se ata janë njerëzit më të ndershëm që ka takuar ndonjëherë në jetën e tij. Duke qenë vetë një ish i burgosur politik, e di çka është të jesh i mbyllur. Unë kam qenë i ri, 21 vjeçar dhe s'kam qenë as i martuar dhe as me fëmijë. Kam qenë në një periudhë krejt tjetër, pas krejt rezultateve që kanë dhënë për kombin e vet, të katërt këtu, të shoh prapa grilave për mua është e rëndë, sepse është një padrejtësi tepër e madhe. Janë njerëzit më të ndershëm që kam takuar në jetën time. Jakub Krasniqi, me të cilin kemi bashkëvepruar, është njëri ndër më të ndershmit që kam takuar në jetë. Kam qenë atje, i kam vizituar, më ka dhimbë shpirti, tha ai.